Rani, faleminderit që je me ne në këtë bisedë. Të lodhëm pak me këtë sistemin e adresave që kemi në Shqipëri. Po, pak vështirësi për ta gjetur studion. Po megjithatë ja dolëm, orientimi ishte nëpërmjet emrave të lokaleve në zonë, sepse nuk e di pse, ndoshta për shkak të Google Directionit, ndoshta për shkak të sistemit, adresave që ne kemi, që në fakt nuk i kemi të sakta, të çojë locationi diku tjetër. Po. Shiko, ti the më lodhis ky sqarimi, pritja. Po dhe ajo ka të bukurën e vet se eksplorova lagjen, se unë nuk jam nga kjo lagje dhe s'kisha ardhur, kishte. Si të duk lagja? Lagja mu duk okay. Kishte shumë gjallëri, shumë aktivitete. Se shiko, audienca është duke pyetur vetëm po çfarë muhabeti do bëjnë edhe çfarë bisede tani që po flasim për lagjen. Por për ta sqaruar, ju jeni urbaniste. Po. Dhe jeni personi adapt që të na bëni një analizë të lagjes, por mbi gjithë ato qytetit ku ne jetojmë. Po. Urbanistika e Tiranës. Unë me Tiranën jam shumë e lidhur, se tu kam lindur, jam rritur. Dhe sado të meta që mund të ketë qyteti nuk më bën zemra që ta kritikoj. E duam Tiranën, nuk e themi do të kundërtën e kësaj, patjetër. E duam dhe është qyteti bukur, është i gjallërishëm, ka gjithmonë njerëz, ka aktivitete, tani janë shtuar shumë dhe veprimtaritë kulturore, kështu që ke çfarë të bësh në Tiranë. Por ka të metat e veta urbanistika shqiptare dhe disa nga këto kanë qenë të paevitueshme për shkak të tranzicionit pas rënies komunizmit, ndërsa disa kanë qenë goxha të qëllimshme, do thosha. Për shembull, që të sqaroj tamam me shembull. Në periudhën e viteve 90, njerëzit ishin të dëshiruar për shtëpi. Shumë veta në kohën e komunizmit jetonin 2-3 kurora brenda në një shtëpi, ishte shumë ngushtë. Kushtet ishin shumë të vështira. Lagjet nuk ishin keq në atë kohë, sepse hapësirat mes pallateve. Po. Sado që pallatet ishin shumë të thjeshta, kuba modernist, por prap kishte ca hapësira në mes. Kishte hapësira publike, fëmijët mund të losnin jashtë, ishte siguri totale, kështu që kishte ato të mirat e veta. Banesat si banesa ishin shumë gjendje shumë të dobët, qoftë si hapësirë, qoftë edhe nga cilësia. Kështu që ishte ajo periudha e viteve 90 që duheshte me shpejtësi skëter të ndërtoheshin apartamente të reja. Kështu që ato u ndërtuan siç u ndërtuan, pa e menduar shumë në për ato hapësirat boshe mes pallateve ekzistuese, por ishte e nevojshme. Nuk mund të thoshe njerëzve kishin vuajtur 45 vjet në banesa shumë të ngushta. Pra vinin nga një kontekst i caktuar dhe kërkohej një zgjidhje e caktuar në atë moment që mbase s'ka qenë optimale, po ishte krizë. Ishte periudhë krize, nuk mund të thoshe njerëzve, prisni edhe 20 vjet të tjera sa të bëjmë ca plane studime që të rehatoheni me shtëpi. Kështu që në atë kohë veprua me shpejtësi shumë të madhe dhe ndoshta ishte edhe periudha që kishte hapësira publike të tepërta. Ndoshta. Por tani shikoj që me këtë metodë vazhdohet dhe sot. Vazhdojmë pas 35 vitesh. Mbas 35 vitesh, ajo periudha e krizës së strehimit ka mos e kaluar dhe shikoj që ndërtohen pallate mes çdo hapësire të vogël të mbetur mes pallateve ekzistuese. Tani në këtë pikë unë filloj të pyes veten pse vazhdon të ndodhi kjo, ku është kjo kërkesa aq e lartë për strehim sot? Në vitet 90 e kuptoj që kishte kërkesë shumë të lartë për strehim, ku është kërkesa për strehim sot? Popullsia është në rënje. Popullsia natyrore e shikojmë që është në rënje. Lindshmëria është ulur, kemi emigracion shumë të lartë. Emigracioni vazhdon të jetë shumë i lartë. Forca blerëse është e ulët, sepse shumë njerëz vazhdojnë të kenë rroga të ulta. E dim që ka dhe milioner vendje të tjera me radhë, po njeriu mesatar në Shqipëri i ka pagat e ulta. Kështu që nga vjen gjithë kjo kërkesë për strehim, pse bëhen gjithë këto pallate? Ka disa teza, një nga tezat është qarkullimi parave të pista, që po hidhet në ndërtim. Dhe për këto nuk është thjesht një tezë konspiracioni, por në fakt ka dhe fakte që apo të dhëna. Një pjesë e apartamenteve janë më të pa. Janë bosh apo jo? Nuk shiten. Kështu që këto janë pak a shumë, po përtej rritjes së ndërtesave, po qoftë ato ndërtesa të larta që po jetohen, një nga problemet që shohun në përditshmëri, në lëvizshmëri në Tiranë, është mungesa dhe e parkimeve.
Pra parkimet, hapësirat e gjelbërta, dhe nuk po flasim tani të krahasohemi mbase me Australinë ku jetoni ju, për shkak edhe të hapësirave të pamata që keni. Ju jetoni në Brisbane, në mos gaboj, dhe sigurisht edhe mentalitetit, po a mendoni ju që politika ka ecur me strategjitë e duhura, dhe kur i referojmë të politikës jo vetëm qeverisjes aktuale, po të gjitha qeverisjeve që kanë qenë këto 30-35 vite, a mendoni se kanë ecur me strategji dhe të planifikuar për ta bërë jetën tonë më, ose qytetin të thuash, më të jetueshëm, më të pranueshëm? Sot jetojmë në një katastrofë që të duhet që të lëvizësh nga një cep i Tiranës në cepin tjetër më shumë se sa një orë. Tani, unë mendoj që strategjitë e transportit në Tiranë kanë qenë katastrofë që nga vitet 90. Më vjen keq që ta shpreh në këtë mënyrë, se siç e thash, më pikon në zemër të kritikoj Tiranën. Por do shpreh edhe një mendim që ndoshta nuk është shumë popullor me popullsinë e Tiranës sot. Unë për vete jam anti-makinë. Nuk është se kam idenë që duhet mundohet qyteti, bashkia, komuniteti ta akomodoj makinat sa më shumë të jetë e mundur. Përkundra, si duhet mundohemi ti eliminojmë sa më shumë të jetë e mundur, dhe të kalojmë ndaj mjeteve të tjera të transportit alternative. Dorina, nuk ka mjete të tjera. Një mjet tani që në Tiranë do ishte ideal është bicikleta. Kemi kohën më të bukur, kohën kur e kam fjalën motin, klimën më të bukur, mesdhetare. Qyteti është i sheshtë, se është dhe ky problem, nëse ke një qytet shumë kontrinor, është vështirë që të përdorësh bicikletën. Disa shtigje biciklete kanë filluar të ndërtohen, e kemi pasur traditë. Para viteve 90, vitet 80-70, shikoje shumë njerëz me bicikleta nëpër Tiranë. Kështu që unë them që theksi kryesori duhet vënë këtyre lloj mjeteve të vogla, mikromobilitetit e quajmë në urbanistik. Pra diversifikimi të mjeteve që lëvizin. Po të thuash, jo të gjithë do të përdorin dot bicikletën, por ata që mundin, ta bëjnë, ajo do ishte ideale. Tani kanë hyrë dhe bicikletat elektrike, që për shembull nëse s'ke atë fuqinë fizike që duhet për bicikletë, ajo të ndihmon edhe ta shton dhe distancën që mund të arrish. Megjithatë, nuk them se bicikleta është zgjidhje për çdo njeri. Ka njerëz që sido që të jetë nuk mund të përdorin bicikletën, mosha të thyera, persona me aftësi të kufizuara. Por shumë s'di jap bicikletës. Po disa njerëz po disa nuk e kanë mësuar, sepse u thy ajo tradita nga para viteve 90, edhe disa nga fëmijët e sotëm se mësuan kur bicikletën. Kështu që është edhe ai problem. Tani, për këta të tjerë duhet të ekzistojë transporti publik. Transporti publik mund të jetë në formën e autobusave që kemi, por me cilësi shumë më të lartë. Nuk mund të vazhdojmë tani me autobusat që ecin me ngadalë. Është e mundur në Shqipëri të përmirësohet cilësia e transportit publik? Patjetër, pse jo? Mendoni tani gjithë ato paraj që shpenzojnë njerëzit në mënyrë individuale për automjete, sikur gjithë këto të shkonin për të përmirësuar diçka publike, si transporti publik, mendo se ku do ishim sot. Tani, është edhe një variant tjetër i transportit publik që është nivel më i lartë se këto autobusët e zakonshëm, që quhet Bus Rapid Transit, BRT, dhe e di që këtu në Tiranë ka pasur shumë propozime, madje duket se ka dhe një projekt aktual me Gizi, mbështetur nga Gizi për të krijuar BRT. Kjo është ide shumë e mirë. Tani ku ndryshon, duhet ta sqaroj ku ndryshon BRT-ja nga autobusët e zakonshëm. Ndryshon atë që autobusët kanë korsinë e tyre të dedikuar. Dhe kjo ndihmon jashtë masës, sepse autobusi nuk është kurrë i bllokuar në trafik. Nëse ka korsinë e vet dedikuar, ka liri të plot. Megjithatë, problemi në Tiranë për të implementuar BRT është se një pjesë e rrugëve janë shumë të ngushta. Kështu që nëse dedikohen 2 korsi, një në çdo drejtim për autobusa BRT, çfarë ngelet më? Do vendosim dhe korsitë e bicikleta, një rrugë për shembull si rruga e Dibrës. Ka vend aty për gjitha këto? Prandaj, duke e menduar këtë problem, duke e studiuar si në Shqipëri dhe në vende të tjera, kam arritur në përfundimin, dikur s'kam qenë shumë partizane e metrove, sepse janë sistem shumë i shtrenjtë, të gërmosh tunele nën tokë është metoda më e shtrenjtë e transportit. Shko mos na kujto tunelet, sepse kemi këto çështjet e spakut me tunele. Kjo edhe për ta tensionuar pak situatën, por është situatë shumë serioze. Pra punët publike
në fakt kam pasur gjithmonë problematika në Shqipëri, gjithsesi sistemi metrove edhe mund të funksionojë në Tiranë, apo edhe është i vështirë njësoj si lëvizja e autobusëve të shpejtë? Në këtë pikë unë them që Tirana kërkon një sistem metroje për të lidhur pikat më të largta, për shembull Kino Studio Kombinat. E shikoj të vështirë që kjo të realizohet në mënyrë komode për qytetarin me mjete si autobusi. Ne në Shqipëri kemi fatin e keq që ndryshe nga vendet e tjera të lindjes nuk i zhvilluam këto gjëra në vitet 50, 60 si qytetet e tjera. Sepse po të shikojmë qytetet e tjera lindore, qoftë edhe Bukureshti, që nuk është nga ana ekonomike shumë më e avancuar se ne, po i ka të gjitha këto, i ka dhe tramvajen, i ka dhe metron, dhe autobusët e me radhë. Duhet ishin zhvilluar më herët, megjithatë dhe tani nuk është vonë për të pasur një mobilitet të qëndrueshëm në qytet, duhet ta mendojmë dhe këtë. Por do them edhe një gjë tjetër, një ide që është më afatgjatë. Tani në rrethet urbanistike, në rrethet e planifikimit të transportit, po diskutohet gjithmonë e më shumë ideja e makinave pa shofer. Kjo njëherë mendoj që ishte pothuajse në prag për të realizuar, por nuk ka ndodhur ende, ndoshta makina totalisht pa shofer do i kemi në vitin, nuk e di, 2060, 2050, 2060. Po çfarë të mirë i sjell transportit kjo, se automjeti do qarkulloj prapë në rrugë. Është prapë automjet. Ideja e makinave pa shofer është që këto mos operojnë si automjetet e sotme që janë në pronësi individuale. Ideja është që të funksionojnë në formën e taksive ose si sistemet Uber për shembull. Uber, Lyft, apo Bolt e tjera, po, pikërisht. Do të thonë një kompani kanë pronësi makinat dhe këto shëtisin nëpër qytet, të lënë atje ku i thërret me anë një aplikacioni në telefon, të lënë atje kudo dhe makina niset, vazhdon vetë rrugën, merr pasagjerin tjetër. Nganjëherë makina mund të transportoj dhe mallra, për shembull një pako, një diçka. Mund të transportoj fëmijën, vendosësh fëmijën aty dhe thua ma çon në kopësht. Kërkon nivel të jashtëzakonshëm besimi. Po, patjetër. Thënë të drejtën. Patjetër. Megjithatë, deri në Shqipëri janë marrë ca masa që unë i quaj sipërfaqësore për të përmirësuar sadopak, mbase mund të rezultojnë si masa të rëndësishme, si për shembull heqja kryesisht e monopatinave, e bllokimi i tyre, dhe po ashtu hapja e këtyre hapësirave të bareve, lokaleve, restoranteve që kishin depërtuar në rrugët ku ne ecnim apo drejtonim. Ku ne ecnim praktikisht. Si gjykon ti si urbaniste këto masa? A do përmirësojnë jetën tonë të përditshme apo janë masa që orientohen thjesht drejt një show politik, po themi, ose për qëllime fushate apo politike? Këto janë dy probleme të ndryshme. Masa e heqjes, zvoglimit të lokaleve që kanë zaptuar hapësira publike, them që është shumë e drejtë, sepse qyteti ka nevojë dhe për hapësirë publike në formën e trotuarit, kenë mundësi njerëzit të ecin komod, një çift për shembull për krahut, në disa raste trotuaret kaloj. Po, në trotuaret janë aq të ngushta sa që një çift për krah s'mund të ecë, ose një çift me një fëmijë për dore. Duhet të jetë trotuari i gjerë që nxej 3 veta atë paktën që ecën krah për krah. Aq më tepër në një qytet si Tirana që njerëzit ecën goxha në këmbë, ka shumë lodhishmëri. Se jam shumë kurioze ta di se ju urbanistët, arkitektët e dini më saktë sa duhet jetë ajo gjerësia një trotuari normal. Po të jetë paktën ja 2 metra. 2 metra. Po shikojmë ca trotuare që janë vetëm 1 metër për një person për të kaluar si korridor i ngushtë, banese. Tani ajo lloj situate mund ndodhin nëse kemi rrugë që janë totalisht shkëmsore, kur personin vend që të ecin trotuar mund dali dhe në rrugë, po me këto lagje kaq të ngarkuar me trafik makinash dhe trotuari duhet jetë komod që sigurohet këmsori nga pikpamja e sigurisë fizike, mos shtypet nga makina. Kjo është, kështu që ky është një problem. Pastaj problemi monopatinave, ajo zgjidhja që u dha për të eliminuar totalisht, me atë nuk jam dakord, sepse monopatinat hynë në ato që përmenda më përpara, mikromobilitetin. Më thënë janë aty bashkë me bicikletën si bicikletën e zakonshme, si bicikletën elektrike, janë një formë tjetër mikromobiliteti. Këtu mund të futen edhe
Në rastin më ekstrem, për shembull, karrocat e personave me aftësitë kufizuara, sepse dhe këto janë një mjet me rrota, po që kërkon shpejtësi relativisht të ulët, s'mund të eci me shpejtësinë e makinës. Kështu që gjithë këto lloj mjetesh duhet kenë A më kursin e lejon vet. të sjell dy kundërargumente për të dyja masat, dhe këto janë kundërargumente jo se i kam shpikur unë apo i kam menduar unë, po janë argumente që qarkullojnë në gjërësisht shoqëri, në opinionin më thuaj. publik. Së pari balanca e qytetit. Si të thuash, në momentin që ti heq këto hapësira të lokaleve, bareve, pra i liron, po themi, trotuaret, por nga ana tjetër ndërton kulla të larta, atëherë ty të bie gjithë argumenti poshtë që ti po e bën për këta njerëz, sepse nga ana tjetër po i merr hapësirë këtij qyteti. Po kështu dhe monopatinat. Unë i kam parë vetë personalisht si drejtuese mjeti, do me thënë vështirësia për të menaxhuar lëvizjen në qytet, sepse ty papritur të vjen një person që nuk ka aftësitë për të drejtuar, patjetër mes tyre ka dhe persona që din t'i drejtojnë, në një formë diagonale dhe ty e gjen para pasqyrës, para xhamit të parë këtë personin, sigurisht duke qenë i kujdesshëm nuk e ke përplasur, por frika është e jashtëzakonshme, pra sepse shpejtësia është e madhe, sepse forma se si njerëzit i kanë marrë, i kanë mësuar, është problematike. Dhe nuk e di se si i mendon ti këto dy, sepse kam përshtypjen që monopatinat mund të kishin patjetër kanë kosto të ulët, kanë mobilitet më të lartë, shumë nga njerëzit që i kanë përdorur nuk zën vend, shumë nga njerëzit që i kanë përdorur për të shkuar në punë dhe për të kryer, po themi, detyrat e përditshme, nuk janë për qef, dhe natyrisht ne duhet ta heqim këtë idenë që edhe kur shkon te dyqani për të bler bukën, mos ta marrësh makinën, pra edhe mund të ecësh ose mund të përdorësh një mjet alternativ, por nga ana tjetër mënyra se si këto janë përdorur dhe janë futur në një kontekst ku shumica lëvizin me makina, se nuk jemi një kontekst, nuk e di, holandez të thuash, ku një pjesë e madhe lëvizin dhe me bicikleta, apo jo, ose kanë korsi mbase më të dedikuara. Nuk e di a isha e saktë këto dy kundër argumente, po më shumë për ta zhvilluar diskutimin. Po, patjetër, nëse këto janë argumente që lindin në shoqëri, duhet ne si urbanist ti përgjigjemi në mënyrë profesionale. Tani, me sa e kuptova, argumenti i parë ka të bëjë me hipokrizin, po themi, të autoriteteve, që këtej kufizojnë një pronar të vogël bari, por këtej i japin dorë të lirë. I cili ka investuar, ka hedhur investimet e gjithë jetës aty, po këtej i japin dorë të lirë një investitori të madh që ka miliona, nga njerë që nuk dihet se nga vinë, kështu që ku qëndron drejtësia këtu. Tani, fakti që autoritetet përkrahin këto investitorët e mëdhenj, ju japin dorë të lirë atyre, kjo është e gabuar, po nuk do me thënë që kjo zgjidhja tjetër është po ashtu e gabuar për pasojë. Do me thënë, nuk është logjike të kundërshtojmë diçka që është e drejtë, thjesht sepse bashkia bën dhe një gjë tjetër që është e padrejtë. Mendoj që prapa ajo zgjidhja e kufizimit të lokaleve që kanë pushtuar hapësira publike, them që prap vazhdon të qëndrojë drejt. Duhet vënë theksi që të kufizohen këto problemet e tjera, këto kullat, pallatet që mbijnë nëpër hapësirat publike që hanë shumë më tepër vend se lokalet e vogla. Po nuk do me thënë se kjo e para nuk duhet të ndodhi. Kështu që kështu e shikoj këtë problemin e parë. Problemi me monopatinave, tani unë ta thash që në fillim atë opinionin tim jo popullor, që jam anti-makinë. Kështu që do thosha, nëse është fjala për të kufizuar pronarët e automjeteve dhe për të kufizuar pronarët e monopatinave, preferenca ime do ishte për të kufizuar pronarët e automjeteve. Do me të na penalizove këtu. Po, bile, një ideal tjetër që kam në mendje është sikur të arrijë një situatë ku parkimet rrugore të akomodoheshin në parkime nëntoksore, në parkime që nuk janë rrugë fare. Kjo do ishte një gjë shumë e bukur që ta çlironte rrugën sa më shumë tjetë e mundur nga automjetet. Çfarë po ndodh me parkime tani? Do me thënë, një parkim tek ekonomiku, një parkim tjetër te rruga e Kosovarëve, që lidhet me ato kullat. E di pse i di parkime, sepse unë zakonisht parkoj në parkim privat për faktin se jam shumë e zonja te parkime, me thënë drejtën për gjetur atë hapësirën, se duhet gjesh momentin në rrugë etj dhe të mos bllokosh lëvizjen. Ti gjen spotet, pra gjen vendet e tua shumë mirë. Nëse unë do shkoj
kam punë te filologjiku do parkoj atje. Nëse kam punë te rruga e Kosovarëve do parkoj atje, po çfarë ndodh papritur pas 2-3 muajsh këto bëhen vende ndërtimesh. Po, kështu që zhduken. Dhe këto hapësira që ti ke pak frymarrje, që ti nuk bllokon rrugën. Prandaj them që kur e gjykon në pikpamje të balancës së vendimeve, po, sikur bien pak ndesh. Tani, ajo që thash më përpara është idealja. Realiteti i Tiranës është që ka shumë më tepër automjete se sa ka vende parkimi, kështu që realiteti është që duhen shtuar deri një farmase vendet e parkimit. Nuk them të lihet dorë të lira automjeteve të sigurohet totalisht 100% parkim, sepse përndryshe thjesht stimulon përdorimin e automjeteve më shumë në atë mënyrë, po dhe ky kaos që shikojmë me automjetet parkuara sidokudo vende pa vend, totalisht rrugën, ë? Bllokojnë rrugën, bllokojnë hapësirat e gjelbra nganjëherë, shikoj që zon parqet e lagjeve, aty ku duhet lozin fëmijët, shikoj automjetet parkuar. Kështu që në atë kuptim duhet shtuar dhe oferta. Kuriozitet, Dorina, si funksionon nëse ti do drejtosh një monopatin jashtë, po themi, nëse ke ndonjë informacion, a merr një leje drejtimi për këtë? Në Australi ka fuqi motorike apo jo? Po, në Australi për tani nuk ka nevojë për leje drejtimi, nëse automjetet janë deri në një shpejtësi caktuar, 20 km. 20 km/h. Për te asaj pastaj fillojnë futen llogariten si motora, aty duhen leje qarkullimi. Në Australi deri tani, duke qenë që mjeti është i ri, tani ka filluar sikur po vendosen rregulla, po deri tani në qytetin ku jetoj unë lejohen të qarkullojnë dhe nëpër trotuare monopatinat. Por e them, është një por i madh këtu, që në kontekstin e Australisë nuk kemi gjithë këto këmbësorë si në Tiranë. Tirana është qytet i dëndur, është qytet shumë i gjallërishëm, nuk mund të krahasohet me lagjet australiane ku nganjëherë trotuaret nuk përdoren, janë shumë të qeta, nuk përdoren fare. Kështu që dhe autoritetet thonë, po mirë le ti përdoren monopatinat, se nuk është se ka shumë konflikte me këmbësorët. Rastin e Tiranës, monopatinat nuk mund të qarkullojnë në trotuar, patjetër që jo, sepse trotuaret janë shumë të ngarkuara. Janë shumë të ngarkuara, do krijoheshin shumë më tepër konflikte, shumë më tepër aksidente. Unë them që monopatinat mund të qarkullonin nëpër korsitë e biçikletave. Që dhe këto janë me pakicë, me thënë drejtën. Dhe këto janë me pakicë, kështu që duhet shtohen. Kështu që në vend që të eliminojmë monopatina, duhet shtohen korsitë për këto lloj mjetesh, dhe patjetër duhet respektojnë drejtuesit, duhet respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, si gjithë tjerë, siç duhet bëjnë dhe këmbësorët. Me që erdhëm këtu, e nisëm bisedën me lagjen ton, ku ne kemi studion dhe zyrën dhe redaksin. Ideja është që si tu duk ky kompleksi i pallateve të vjetra para fabrikat. A është më funksional në kushtet e sotme kur ne flasim edhe për nevoja si ashensorët? Po. Si e gjykon? Tani, pallatet e vjetra kanë ato të mirat e veta, janë pallate më të vogla se pallatet masive që po ndërtohen sot. Ai është një avantazh për mendimin tim. Shpesh herë kanë këto nyjet e shërbimit, kuzhinat, banjat i kanë shpesh herë me dritare, ndryshe nga pallatet e re. Po, janë më të aerosura, ndryshe nga edhe më të shfrytzuara në kanë ventilim tërthor shpesh herë, sepse janë ndërtuar në kushtet kur nuk kishte kondicioner. Në Shqipëri nuk kishte as ngrohje qendrore asgjë. Kështu që gjithë këto duhet të realizoheshin, ventilimi e tjera duhet të realizoheshin me anë të dizajnit pasiv, që i quajnë vendosja dritareve të tjera. Por një problem i madh që ka lindur sot, kur flasim për gjithë përfshirjen sociale për shembull, është mungesa e ashensorëve. Vazhdojmë të kemi këto pallate kati 5, nganjëherë dhe kati 6, ato që ndërtuan fundi viteve 80, shkonin deri 6 kate pa ascensor. Ky është një problem madhor. A mund të zgjidhet? Patjetër që mund të zgjidhet. Si, duke vendosur një ascensor? Duke vendosur një ascensor. Strukturat ekzistuese e mbajnë? Patjetër, strukturat ekzistuese kanë mbajtur gjithë këto shtesa. Edhe shtesat, me thënë drejtën, po. Nga të gjitha anët kanë mbajtur shtesa sifër, shtesa anësore. Mjafton të bëhet e studiuar e planifikuar me ekspertët. Patjetër, si çdo gjë, duhet një kontroll teknik aty, nuk mund vendoset ascensori nga amator. Sigurisht që duhet bërë në mënyrë profesionale, por desha thosha që duhet ketë edhe një fond ndihme nga ana e bashkisë, sidomos kur flitet për raste kur ka persona me aftësi të kufizuara në një pallat të caktuar. Dhe te personat me aftësi të kufizuara, unë fus jo vetëm personat që janë e zëm përdorin karrocë,
Por edhe të moshuarit, njerëzit të moshuar, gratë zëna ose në situata të caktuara që kanë nevojë për një lloj ndihme. Nga pikpamja urbanistikës, gjithë këto grupe llogariten si persona me aftësi të kufizuara, qoftë prindrit me fëmijë të vegjël, është shumë vështirë të ngjitesh në katin e 5 duke mbajtur Ju e keni studiuar në fakt aspektin se sa utilitar është qyteti edhe për këto grupe, edhe edhe në aspektin e gjinisë për gratë, por edhe për personat me aftësi ndryshe. A është Tirana një qytet i jetueshëm për? Jo, nuk është, më vjen shumë keq ta them, Tirana është qytet shumë i këndshëm, ka shumë mundësi argëtimi, por këto ofrohen kryesisht për personat që janë të rinj në moshë, që nuk kanë probleme fizike apo mendore, se dhe nga pikpamja e shëndetit mendor, Tirana krijon shumë probleme, zhurma, ndotje, kaos e tjera. Meshkujt e kanë jetën më të kollajshme në Tiranë se sa femrat. Patjetër që dhe kjo nuk vjen dhe aq nga gjinia në vetvete, por nga rolet gjinore që cakton shoqëria jonë. Sado që po mundohemi të kalojmë atë patriarkatin tradicional shqiptar, u munduan dhe në kohën e komunizmit me ato idealet, idetë e emancipimit gruas, por nuk e kemi të i kaluar. Ca drejtime kemi shkuar dhe mrapa. Kështu që po të shikojmë shoqërinë shqiptare sot, kush merret me fëmijët, kush merret me pazaret, kush merret me gatimet, kush lanë nden rroba, janë gjithmonë gratë. Kështu që në këtë pikpamje llogariteni, e bën qyteti jetën të kollajshme për gruan, duke marrë parasysh që gratë plotësojnë këtë lloj funksionesh. Dhe nganjëherë këto funksione nuk janë të gjitha brenda familjes, se që mund merren gratë, se shpeshherë janë gratë ato që përkujdesen për të afërmit e tjerë. Për shembull, një prind i sëmur, një i afërm i sëmur që mund të ketë banesë tjetër, duhet të shkosh atje për kujdesesh me radhë. Prap është barë e gruas kryesisht, jo vetëm, por kryesisht. Kështu që nuk i plotson. A ka për ty, Dorina, ndonjë gotin, ndonjë infrastrukturë, ndonjë rrugë, ndonjë element që ti e vlerëson në këtë Tiranë, po si urbaniste tani, jo thjesht me lidhjen e pasionit, edhe dashurisë që ne kemi për vendin edhe për Tiranën. E mora me mend që do ma bëje këtë pyetje dhe jam shumë e lumtur që ma bëre këtë pyetje, sepse nuk dua që të jetë biseda negative, dua që të shikojmë gjërat me pozitivitet. Këtë ju a them dhe studentëve sa herë. Jemi urbanist, jemi planifikues të së ardhmes, nëse nuk kemi besim te ardhmja, gjejmë një punë tjetër. Atëherë ta lëmë këtë profesion dhe t'ikim shtëpi. Pikërisht, duhet të shikojmë gjërat me pozitivitet, me idenë që gjërat mund të rregullohen, nuk janë vetëm zi. Projekti që më pëlqen mua jashtë masës si urbaniste, po dhe si qytetare, është këmbësorizimi i qendrës së Tiranës. Jam shumë e lumtur që më në fund qendra u kthye në zonë këmbësore. Ti fjalën për pedonalet aty. Pedonalet e gjithë sheshin, gjithë zonën e sheshit brenda Unazës së vogël. Sa kemi kritikuar ne të mediave atë sheshin, po jo në pikpamje të funksionalitetit më shumë se sa të tenderimit të mënyrës. Po, atë histori unë e kam ndjekur me detaj, se kam bërë dhe një studim kur ishte kohë atëre, dhe më vjen keq që zgjati pothuajse 10 vjet debatet zgjatën pothuajse 10 vjet për ta kthyer qendrën në zonë këmbësore. Një palë thoshte kështu, një palë thoshte ashtu. Çfarë ka të mirë ajo zonë sipas teje në syrin fiks të ekspertes? Ka të mirën që nuk lejon makinat, siç e thash në fillim, vazhdoj të më shoj asaj idesë time qenit anti-makinë, dhe shikoj që përdoret shumë nga qytetarët. Boll që t'i hedhësh një sy, aty shkojnë qytetarët e Tiranës, aty shikoj dhe shumë turistë. Është një vend atraktiv. Po është plot, thuajse për ditë, para dite, pas dite, është plot. Ndonjëherë kur kalon aty për të bler libra ose për të qëndruar ndoshta në ato ambiente, e shikon dhe thua, ua, Tirana, bukur. Po, është vend atraktiv. Flasi si një qytetare e thjesht, po natyrisht debati zgjati. Ajo pjesë ty të pëlqen? Tjetër, a ka Tirana ndonjë gjë që desha të shtoj te pjesa e pedonales, desha të shtoj edhe që unë si unë, po ta kisha bërë projektin, do e kisha çuar një hap më tej, madje
edhe në vend që të bëja atë zgjidhjen me makinat që prap futen rreth bashkisë, kalojnë në një pjesë të bulevardit, futen rreth bashkisë, rrotullohen, do e kisha bërë gjithë zonën, gjithë zonën brenda unazës së vogël deri tek Lumilan, do e kisha kthyer të gjithën atë në zonë pedonale. Dgjoj, jam e sigurt që janë duke të dëgjuar edhe biznesmen të atyre kullave, të qendrës tregtare që është aty. Vetëm përfitim? Vetëm përfitim do kenë, se sa më atraktive të jetë qendra, aq më shumë klient do të rreqi. Dhe do gjejnë mbase rrugë të tjera ku vendoset një parkim aty në anët e qendrës. Pra do ta përmirësonte zgjerimi më tej si zonë. Patjetër, tregtarët dëgjoj. Tregtarët, nëse janë të mençur, nëse duan të dëgjojnë ekspertët dhe jo thashë themet lart e poshtë, duhet të ishin shumë në mbështetje të këtij lloj projekti, sepse vetëm përfitime do të kenë një zonë atraktive, tërheq klient. Një zonë që është e mbytur me makina që s'ke ku të kalosh, nuk është tërheqse për klientët. A ka si thua objekte, punë të tjera që ty të pëlqejnë si eksperte, si urbaniste? Një hapësirë tjetër e Tiranës që unë adhuroj është Parku i Liçenit. Dhe më vjen shumë keq, vërtet më pikon kur e shikoj që po kafshohet me dhëm nga të gjitha drejtimet, po fillojnë të futen ato ndërtime nganjëherë tepër të larta që nuk shkon fare në buzë të një parku, nga të gjitha drejtimet po mundohen të kafshojnë një copë këtu, një copë atje. Ajo është parku është një perl, i duhet shumë Tiranës. Dhe duhet ta ruajmë me sa të kemi mundësi, dhe mendoj se qytetarët e Tiranës e kuptojnë këtë, sepse kam ndjekur me anë të internetit vite më parë që kishte protesta masive kur janë bërë propozime që të ndërtohen godina të larta në monobus të parkut. Kështu që dhe qytetarët vetë e kuptojnë rëndësinë e parkut dhe janë munduar me aq mundësi sa kanë ta mbrojnë parkun. Tani, pas kësaj pyetje vjen pyetja tjetër. A ka ndonjë godin, ndonjë punim që ti po të kishe mundësinë për të pyetur do thoshe jo, nuk duhet ndërtuar në Tiranë? Unë do thosha që Tirana nuk ka nevojë për gjithë këto kulla të larta. Unë e qeshur i them miqve të mi që vinë dhe vizitojnë për herë të parë Tiranën. Jemi qytet shumë vibrant, shumë i gjallë. Kemi kulla të larta. Dhe ata shohin me çudi, megjithëse turistëve kur vinë 2-3 ditë, 4 ditë, nuk përbën për ta shumë problem, sepse shohin, një qytet i gjallë, po ne jetojmë këtu pastaj. Nuk po ja vë gishtin cila kullë e lartë në veçanti, nuk më pëlqen. Është kulla në qendër të Tiranës, e cila është pak e dalë, dhe unë me të qeshur them Piza, kulla e Pizës së Shqipërisë, cila, do më thëmë, për persona që janë klaustrofobik, si që jam unë, ose për persona që kanë frikë. Cila është kjo? Është kulla në krah të Bankës së Shqipërisë. Do më thëmë, kur e shikon edhe estetikisht, nuk e di çfarë mendimi keni ju, po. Shiko, unë jam trajnuar si arkitekte fillimisht, para se të filloj të merresha me urbanistik. Dhe si arkitekte kam ato pikpamjet e mia estetike, ca gjëra më pëlqejnë, ca gjëra s'pëlqejnë. Megjithatë, nuk do i hyj fare anës estetike, sepse çfarë i pëlqen njërit, nuk i pëlqen tjetrit. Njërit për shembull mund t'i duket shumë e bukur ajo godina me fytyrën e Skënderbeut. Një tjetri mund të duket pasur shumë debate, kujt i ngjason, po nëse s'po hym në këto ujëra. Pikërisht, një tjetri ajo mund të duket shumë kiç. Po ty si të duket? Pa stil. Thash, nuk më intereson shumë ana estetike. Problemi im është e lartësia e këtyre kullave. Për çfarë duhen këto kulla kaq të larta? Sikur të ishte rasti që populli është pa strehim, dhe këto kulla të larta po i bëjmë që të strehojmë popullin, atëherë do thosha shumë mirë, shkëlqyshëm, qofse po ofronim banesa me kosto të ulët për popull, se ka shumë veta sot. Sado që ka shumë ndërtime, po ka shumë veta sot që vazhdojnë të vuajnë për strehim, jetojnë në banesa shumë të këqija me lagështirë, këto banesat pa ashensor në kat të 6 që përmendëm për shembull. Kështu që ka shumë njerëz që kanë nevojë për banesa më të mira, nuk kanë kërkesë në kuptimin që se kanë kapacitetin financiar që të përballojnë çmimin e një banese më të mirë, por janë në nevojë. Kështu që nëse po i ndërtonim këto kulla për popullin, do isha shumë dakord, do thosha, janë të larta,
kanë ato kostot e Po veta. kanë këtë funksionin tjetër. Por po plotësojnë një nevojë sociale. Në kushtet që jemi nuk më duket që të kullat bëhen për këto. Kullat në qendër përdoren për qëllime biznesi, për qëllime fitimprurse, si të thuash, dhe jo se kanë në fokus. Megjithatë, po ta shikosh në çdo cep të Tiranës ndërtohet çdo ditë e më shumë një kull e lartë. Po në aspekt të gjelbërimit, si të duket Tirana? Se ka pasur debate të mëdha për pyllin orbital. Po. Tani, qyteti ka nevojë për lloje të ndryshme parqesh. Ka nevojë për parqe që janë për gjithë zonën metropolitane, si Parku i Liçenit që përmenda, që është një nga vendet e mia të preferuara në Tiranë. Si ai parku që mendohet të krijohet në fund të zgjatimit të bulevardit të ri. Ideja është krijohet një park i madh atje. Megjithatë, un kam shkuar në atë zonë dhe e shikoj që është e mbushur me ndërtime, kështu që nuk e di se si do ndërtohet parku, se dhe të prishësh shtëpia për të bërë park. Dhe ajo është shumë kontroverse si ide. Por që qyteti ka nevojë për parqe të mëdha për metropolin. Por ka nevojë edhe për parqe të vogla në nivel lagje. Sepse që ta lidhim prap me problemet gjinore në urbanistik. Nëse ti je një prind, një nën me fëmijë të vogël, ndoshta nuk e ke atë kohën Terezin që të shkosh te Parku i Liçenit për çdo herë. Për shembull, nëse jeton në këtë lagje ku po bëjmë intervistën ne, që është pak a shumë te Globi, dëgjuesit do ta din se ku është. Po sepse gjithmonë sistemin e referencës e kemi o me lokale, o me dyqane, në të kundërt nuk orientohemi dot në të Tiranën tonë. Patjetër. Po nga kjo lagje për shembull nuk e ke çdo ditë atë luksin kohor që të shkosh nëpër këto parqet periferike që janë parqe të ndaja, të duhet një park i vogël pranë shtëpisë me 2 lodra të vogla për fëmijën që të nxjerrësh ta nxjerrësh fëmijën, mos ta mbash tërë ditën në apartament. Kjo është e rëndësishme për çfarë do lloj qyteti, po sidomos për një qytet si Tirana që njerëzit jetojnë nëpër apartamente, nuk është se po jetohet këtu në shtëpi me baçe private që ke atë gjelbrimin privat, personal, edhe mbas se nuk të duhet parku. Edhe se ke nevojën që ti të shkosh diku tjetër, po. Pra këtu shumë njerëz, jo shumë njerëz, por shumica dërmuese jetojnë në apartamente dhe ka dhe shumë njerëz që nuk kanë madje as balkon. Nuk kanë madje as balkon sepse i kanë mbyllur balkonet që t'i shtojnë hapësira për t'i shfrytzuar brenda. Për t'i shfrytzuar që nuk i vë faj njerëzve sepse ju duhet ajo hapësirë, po s'kan mundësi as në balkon t'i nxjerrin fëmijën nëse duan marrin një ajër. Taracat po shpesh i bllokojnë ato personat që jetojnë në katet e fundit, nuk i lën akses banorëve të tjerë. Kështu që nuk ke ku të dalësh nëse ekziston parku publik. Ai funksioni që duhet për mirëritjen e fëmijëve, qyteti nuk ta ofron. Ekziston një rekomandim nga Kombet e Bashkuara që thot se në një qytet mirë funksional të jetueshëm, çdo banor duhet ketë një park rreth 300 metra larg shtëpisë. Kjo është idealja, që domethënë është me këmbë për pak minuta të arrish shkosh ose nëse je me karrocë. Mirë të arrish shkosh. Tani po t'i bëjmë një analizë të Tiranës, besoj se jemi larg atij kriteri. Kemi mundësinë ta përmirësojmë situatën? Mundësi fizike po flas. Supozojmë se ekziston vullneti i politikës për ta përmirësuar situatën dhe një ditë të bukur ata zgjohen dhe thonë, "Jo, nuk do ndërtojmë më në Tiranë." Po këto hapësira do t'ja u kthejmë qytetarëve. Aq sa mund të rregullohet? Ka mundësi fizike? Po, siç thash më përpara, prandaj un kam atë idealin e heqjes parkimeve sipërfaqësore dhe vendosjes parkimeve o në godina shumëkatëshe o në tokë, sepse kjo bën të çlirohet vendi për këto lloj funksionesh të tjera, për parqe, për hapësira publike në sipërfaqe. Sepse e shikoj që shpeshherë aty ku duhet ishte një park, një mini park, po them, për banorët, gjithë hapësira është zënë me parkime. Kështu që o njëra o tjetra, tani hapësirë nuk mund të shpiket, toka nuk riprodhohet, toka është aq sa është. Kështu që këto janë mënyrat, duhet hiqet parkimi, duhet hiqen këto lokalet që kanë zaptuar hapësirat publike, krijohet një park publik në vend të lokalit me tavolina ku duhet shkosh të paguash diçka për të ulur. Por tokë nuk mund të shpiken. Kjo është një sakrificë do bëhet. Një sakrificë do bëhet. Sakrifikohet diçka. Dorina, ju jepni mësim në Queensland University në Australi nga
informacionet që unë kam vini shpesh në Shqipëri, të paktën 2 herë në vit. Por ju kam dëgjuar në një intervistë dhe më ka bërë përshtypje një shprehje juaja që nëse do ta kuptosh diçka mirë, shpjegoja atë. Dhe këtu tani është momenti për të pyetur çfarë kanë të mirë universitetet në Australi apo dhe në Europë, se ju keni pasur disa përvoja që nuk e kemi ne në Shqipëri. Tani universitetet kanë 2 funksione kryesore. Një është mësimdhënia, një është kërkimi shkencor. Pastaj ke edhe puna administrate e me radhë si çdo punë tjetër. Në Shqipëri besoj që mësimdhënia realizohet mirë. Nuk kam ankesa nga mësimdhënia, unë kam bërë shkollën vetë këtu, ka qenë pra okay. Jeni formuar plotësisht për të përballuar një treg jashtë akademik, po flas. Mendoj që mësimdhënia në Shqipëri nuk përbën ndonjë problem masiv. Problemi ku çalojmë ne është kërkimi shkencor. Dhe kjo është një gjë që ta ofron Australia ose universitetet tjera në vendet perëndimore, por gjithmonë më tepër dhe në Kinë. Tani Kina ka hyrë shumë në tregu në thonjza të kërkimit shkencor, po bën hapa gjigante, po ajo aty vazhdojmë ne të çalojmë si Shqipëri. Ka përmirësime, ka projekte të ndryshme që po rrisin nivelin e kërkimit shkencor në Shqipëri. Për fat të mirë, Shqipëria tani është dhe pjesëmarrëse e projekteve evropiane, kështu që edhe shikoj që akademik shqiptar kanë filluar t'ja marrin dorën duke fillimisht me partnerët huaj, pastaj dhe vetë, janë në gjendje të shkruajnë projekt propozime, ka pasur sukses, megjithatë kjo është pjesa ku duhet të rritur kapaciteti. Çfarë bëjmë gabim dhe çfarë bëhet mirë në Australi ku ti jep mësim? Qoftë në marrëdhënie me studentin, marrëdhënie me kolegët, sepse shkenca nuk është një disiplinë që bëhet dhe vetëm, Po patjetër, me grupe pune, duhet punohet me grupe pune në shumicën e degëve. Ka disa degë që janë kështu shumë solo, sociologjia për shembull njihet që është njerëzit punojnë shumë solo, historia, duhet kesh ide të matematika, është e ngjashme, po shumë degë, sidomos një degë aplikuar si urbanistika kërkon punë grupi. Kërkon patjetër punë ekip. Jam shumë dakord edhe që sociologjia është shumë solo e të tjera, sepse të gjitha duhet kenë një komunitet për të funksionuar, grupe kërkimore, po themi, qoftë për të shkruar projekte, po qoftë edhe për t'i implementuar dhe ekzekutuar këto projekte. Po patjetër, nuk mund të them që e njoh mirë sociologjinë si degë, se unë merrem me degën time, por urbanistika patjetër që ka nevojë për punë në grup, dhe kjo duhet forcuar në Shqipëri, po jo vetëm punë në grup me kolegët vendas, ideja është që të krijohen grupe me kolegë të huaj, dhe për fat të mirë në Evropë janë këto mundësi, ekzistojnë për shembull këto programet COST që janë vetëm për networking. Po, në një farë mënyrë edhe Shqipëria është integruar. Vetëm se të paktën që kam parë unë, duke qenë pjesë e disa projekteve të tilla, duket sikur ne jemi aty për numër ose për kuota në thonjza, për arsye që zvaren nga Bashkimi Evropian, për arsye edhe të lobimit të shkollave tona, edhe të si thua edhe të networkut, edhe të forcës që ne kemi në kërkim, mbase se kemi në raport me vendet të tjera. Po e ndërtojmë. Jam optimiste. Them se ato mangësi që ekzistojnë janë kalimtare. Është ajo periudha e tranzicionit që dhe Shqipëria po i bashkohet kërkimit shkencor në nivel evropian. Pyetja pastaj kur ne flasim për kërkimin shkencor është kjo, që çfarë ka atje jashtë Shqipërie që juve kërkuesve shqiptar, ekspertëve shqiptar, ju bën të shkëlqeni? Unë them që ekspertët shqiptar kanë shkëlqyer në vende të tjera sepse ne jemi popull punëtor. Për një kohë gjatë e ka ekzistuar ky stereotipi, njerëzit e mesdheut, dembel, ngrohen në diell, veriorët, atje është ftohtë, njerëzit rrinë brenda dhe punojnë e me radhë e tjera. Unë nuk jam dakord me këto karakterizime. Unë them që Shqipëria ka njerëz shumë punëtor. Fakti që ndodhemi në kushte më të vështira ekonomike se pjesa tjetër e Evropës është se domethënë shkaq që duhen gjetur në historinë e hershme të Shqipërisë. Ne kemi qenë të kolonizuar për 5 shekuj, pastaj patëm periudhën e komunizmit, domethënë kemi kaluar shumë vështirësi. Ndërsa vendet e tjera të Evropës kanë pasur shumë resurse nga kolonitë.
Vende si Franca, kur shikojmë për shembull Parisin me ato bulevardet gjëra, me godina luksoze, njerëzit shpeshherë mendojnë, shiko sa të zotët francezë sa bukur e kanë bërë kryeqytetin e tyre, por nuk duhet të harrojmë që pagesat kanë ardhur nga kolonitë, nga resurset natyrore të kolonive, nga puna e kolonive. Ne si kemi pasur këto mundësi? Ka pasur Anglia, ka pasur Franca, ka pasur Hollanda, ka pasur Spanja, Portugalia, gjitha këto vende kanë qenë me koloni masive. Edhe Bashkimi Sovjetik në një farë kuptimi ishte perandori, si temi, pavarësisht se formalisht thoshte që ishte kundër imperializmit, por në realitet ishte një lloj perandorie ku resurset nga gjithë ato cepat e perandorisë i shkonin një qendre. Në Shqipëri ne nuk i kemi pasur këto dhe unë them, mënyra se si e shoh unë, them që kemi bërë hapa gjigande, është mrekulli që jemi këtu ku jemi, duke parë se në çfarë niveli e filluam nga arën. E filluam në një nivel shumë problematik, me thënë drejtën, edhe të dizavantazhuar, mirë po duket sikur tranzicioni nuk po e lëm dot pas krave. Në shumë drejtime, në shumë aspekte, qoftë zhvillimit ekonomik, po të mundësive, po ashtu edhe të urbanistikës. Po. Urbanistika, shiko, pati probleme që në fillim sepse folëm për transportin, për shembull, përpara. Ekzistoi kjo periudha e tranzicionit në vitet 90 ku po të kishim pasur luksin që ti mendonim gjëra të mirë, do i kishim te i kaluar gjithë këto problemet me ato mjetet që i kishte përjetuar më përpara Evropa perëndimore, do thoshim që shiko, këto vende e provuan lëvizjen me automjete, nuk funksionoi, kështu që ne s'kemi pse ta kalojmë atë fazë. Shikojmë që nuk funksionoi, kalojmë direkt te faza më e qëndrueshme. Mirë po ne në periudhën e viteve 90, kur vendet e tjera të Evropës kishin filluar... Kishin provuar pronësin, ne kishim atë, si të thuash, jo lakmin, po dëshirën për të pasur pronat tona, për të lëvizur të lirë, gjë që se kishim për 40 vjet. Pikërisht. Kështu që në atë kohë kam lexuar planet e vjetra kur them të vjetra të viteve 90, të transportit përgatitur nga ekspertë huaj që i sillnin o ambasadat e vendeve të tyre o projekte ndryshme evropiane ose nga Amerika e Veriut. Dhe këto plane shpeshherë thoshin duhet të inkurajuar lëvizja me biçikleta, duhet të mbrohen hapësirat publike me radhë, mirë po shoqëria shqiptare në atë kohë nuk ishte e përgatitur për këto. Dhe shkoja në atë kohë kur isha unë studente në fund viteve 90, fillimin e viteve 2000, shkoja në për mbledhje takime që bëheshin me ekspertë huaj, kishte shumë ekspertë huaj në atë kohë që vinin për konsulenca, dhe dëgjoja publikun si fliste mbrapa krave. Shiko këta biçikleta, do kthehemi prapë te biçikleta, ne shqyqyr që ble makina me radhë, domethënë shoqëria ishte krejt e pa përgatitur për edhe jo dakord. Se duhet zgjidhje të vinë nga vetë shoqëria, nëse janë të imponuara zgjidhjet asnjëherë nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë, kështu që u detyruam domethënë ta kalonim dhe ne atë periudhën e gabuar të pushtimit të qytetit nga automjetet, tani sikur kemi filluar të marrim kthesë. Duke parë këto shtigjet e biçikletave për shkakun që po krijon pozitive. Ju përmendët disa nga zhvillimet, po themi të urbanistikës tani që mund të funksionojnë mbase edhe në shtetet të tjera, po a ka trende të tjera, prirje të tjera, inovacione sa i përket transportit, hapësirave të përbashkëta në shtete të tjera? Po, tani një gjë e re që po futet është inteligjenca artificiale. Dhe në një farë mënyre kjo mund të ndihmojë në urbanistik, për shembull në rregullimin e trafikut, disa shërbime mund të kryen pak më kollaj me anën e inteligjencës artificiale dhe kjo ndikon te hapësira publike, te mënyra se si e përdorin njerëzit qytetin, se nëse duhet shkosh të rish në radhë në një dyqan, në një qendër, të bësh një pagesë me radhë, disa gjëra tash mund të bësh kollaj në internet me inteligjencë artificiale. Kështu që deri një farmase janë këto gjëra pozitive që po vinë dhe këto mund të zbatohen kollaj në Shqipëri, sepse ne kemi infrastrukturë digjitale, nuk është që kemi dhe një ministri të inteligjencës artificiale. Jemi avangard në këtë aspekt, s'mund të themi dot ndryshe. Pikërisht, por inteligjenca artificiale prap nuk mund na çlirojë ato hapësirat publike. Ajo është gjëja që na duhet. Dhe që duhet luftojmë.
Po, me që përmende Dorina inteligjencën artificiale, si po përdoret ajo te studentët në Australi? Jam shumë kurioze, se dua të kuptoj edhe tipologjinë e studentëve që janë aty. Apo përdoret në mënyrë masive dhe pa kontroll, apo përdoret në mënyrë etike, si? Për fat të keq, janë të njëjtat probleme në Australi, siç ekzistojnë edhe në Shqipëri me inteligjencën artificiale. Patjetër kemi hasur shumë vështirësi në universitet për kontrolle. Na sill një shembull konkret, sepse ndihemi mirë dhe në një farë mënyrë, edhe pse s'është gjë e mirë që të ndihesh mirë për të probleme. Në atë kuptim, ajo niveli lojës është i barabartë, janë të njëjtat probleme si këtu si në Australi. Të njëjtat sfida, po. Në Australi ka ca mjete teknologjike për të parë nëse një student e ka shkruar një raport me inteligjencë artificiale apo e ka shkruar vetë. Megjithatë këto nuk janë perfekte. Nganjëherë funksionojnë, nganjëherë nuk funksionojnë, nganjëherë japin ke fjalën për këto programet e detektimit se sa shkruar nga njeriu. Po, ekzistojnë ca programe detektimi, por nuk është se janë perfekte, nuk është se do të them që universitetet shqiptare me njerë duhet të adoptojnë këto programe dhe do e zgjidhin problemin. Ky është një problem madhor, nuk vjen në një farë kuptimi, nuk vjen as nga vetë universitetet, po vjen nga rritja e fëmijëve sot. Që rriten me shumë pajisje digjitale në momentin që vinë në universitet. Nuk janë më ata studentët që kanë lexuar aq shumë si në të kaluar në brezi im, për shembull, që jemi rritur pa shumë televizor, s'kisha çfarë të bëje ndimër, rrije në shtëpi, lexoje libër. Tani ka shumë argëtime digjitale, telefoni, ka shumë konkurrencë, libri i shkret. Po, ka shumë. Edhe ka humbur luftën. Me sa kuptoj. Po për çfarë po themi qëllimesh e përdorin? Për të shkruar krejtësisht projekte, për detyrat e kurseve, për të bërë kërkim, për gjithçka. Po, për çdo gjë, një lloj si këtu, me çfarë kanë folur nga kolegët këtu, është i njëjti problem. Madje mund të jetë edhe më keq situata në një vend të anglisht folës si Australia, sepse programe si ChatGPT, po të gjithë janë më të avancuar në anglisht. Anglisht, pikërisht. Kurse në Shqipe kanë vënë re që ato fjalit janë... Po përmirësohet nga dita në ditë, sepse jemi ne që e përmirësojmë, duke futur zëna, duke pyetur dhe mëson sistemi, jemi ne që po e përmirësojmë nga mëngjesi deri në darkë. Po pastaj diskutojmë shpeshherë këto çështjet etike, deri ku duhet përdorur, a duhet të ketë një kontroll, a duhet na drejtoj jetën, apo duhet jemi ne që marrim vendimet, dhe unë personalisht kam qasje pro teknologjisë, përsa kohë është në kontrollin e njeriut. Përsa kohë përdoret si mjet, nuk vendos vetë teknologjia çfarë rezultati duhet jetë, po njeriu e përdor si mjet për ta bërë punën më të lehtë. Deri aty është okay. Me që vjen shpesh në Shqipëri dhe unë jam shumë kurioze se si kanë ndryshuar dhe këto politikat qeveritare apo të pushteteve tjera të bashkive etj në raport me si thuash, nuk po themi thithjen e trurit, sepse ju kontributin kryesor po jepni jashtë, por me vlerësimin e kapaciteteve që ne kemi si komb. A je ndjerë e përfshirë mbase në këto projektet, a je ndjerë, si mund ta themi në gjuhën popullore, begenisur në ekspertizën që ti ke? Për shumë vite me radh, jo, por shikoj një kthes në 4-5 vitet e fundit që nga Covid-i e tutje. Pra pas ka një kthes. Po, mendoj se ka një kthes, ndoshta ka të bëjë me faktin që ka pasur një migrim më masiv këto kohë të fundit dhe autoritetet shqiptare kanë kuptuar që nëse do e lëmë gjithë trurin të rrjedhit, çfarë do ngeli në vend, kush do e ndërtoj vendin. Kështu që ekzistojnë tani disa programe për të rithirur, si me thënë, diasporën akademike ose diasporën profesionale, jo patjetër akademike. Janë projekte të vogla, nuk është se janë projekte masive, por janë shumë për të vlerësuar, sepse lejojnë njerëz si unë, kolegët e mi, të mbajnë një lidhje me vendin, kemi një arsye për të ardhur dhe të japim një kontribut sa do të vogël, sepse Shqipëria, shikosh, me fat, ne jemi njerëz, jemi pak si aborigjenët e Australisë që kanë një lidhje shumë të fortë me vendin, me dheun, me gurin, me tokën. Them që dhe shqiptarët e kemi këtë.
Nuk sado që shkojmë në vende të tjera, po e mbajmë Jemi, e shohim dhe të shqiptarë që jetojnë jashtë, janë gjithkohon aty në rrjetet sociale, kthehen her pas here, po kemi të fortë, kemi. Dhe nuk e kanë të gjitha diasporat. Këtë ka diaspora që lëvizin dhe, si me thënë, e harrojnë vendin e tyre ose gjejnë komunitetet e tjera, gjejnë veten në komunitetet e tjera. Kurse shqiptarët e kemi këtë lidhje me vendin dhe është një diçka për të shfrytzuar, si me thënë, në kuptimin e mirë. Çfarë projektesh ju kanë thirrur që kanë të bëjnë me çfarë? Projekte të ndryshme janë gjithmonë në botën akademike, por nganjëherë projekte që kanë të bëjnë me kërkimin shkencor, nganjëherë projekte që kanë të bëjnë me mësimdhënien. Për shembull tani për momentin projekti aktual për cilin kam ardhur ka të bëjë me mësimdhënien, për ta bërë mësimdhënien diçka më të lidhur me praktikën. Janë iniciativa të qeverisë, bashkisë, janë me mbështetjen e qeverisë, në përgjithësi janë nga organizata, jo fitimprurse, fondacione, por gjithmonë janë me mbështetjen dhe qoftë edhe me dashamirësinë e institucioneve shqiptare. A ke aty të ngjashëm, të si ngjashëm me ty dhe ekspertizën tënde, po themi, a është i madh ky rrethi i trurit që na ka emigruar dhe që ne po duam ta rikthejmë dhe ta vlerësojmë? Po, me sa shikoj është goxha i madh. Është goxha e madh sasia e trurit që jeton në emigracion për momentin. Ishte një kohë në Shqipëri që emigracioni jon ishte më tepër emigracion krize, njerëzit shkonin për të bërë çfarëdo lloj pune, por tani po shikojmë që janë gjithmonë më tepër profesionistë që largohen dhe kur largohen në një vend tjetër pretendojnë për gjithashtu punë në profesion. Nuk është më ai lloj emigracioni si në të kaluarën që dikush kishte punuar në ministrinë në Shqipëri dhe përfundonte një punë të rëndomtë në vende të tjera. Tani njerëzit pretendojnë të vazhdojnë profesionin, por në një shkallë më të mirë me pagesë më të lartë në një vend tjetër. Kështu që ky është problemi i rrjedhjes. Tani jemi tamam në fazë. Ashtu si ka raste që kemi edhe dorëzimin total, zhgënjimin total të shqiptarëve, të cilët janë gati të lënë dhe profesionet e tyre dhe të shkojnë për të zgjidhur situatat e tyre ekonomike dhe familjare. Pra janë të dyja format me largimet masive, po aty në Australi ka ndonjë komunitet shqiptarësh? Shumë pak, për fat të keq shumë pak në qytetin. Dhe sa të mungon ty Shqipëria kur je aty? Nëse një distancë e madhe, po më thoshe 24 orë në avion apo jo? 24 orë, minimumi 24 orë në ajër, sido që ta bësh rrugën, minimumi 24 orë në ajër, pastaj transferta aeroportuale. Në qytetin ku jetoj unë në Brisbane nuk ka shumë shqiptar, për fat të keq jemi një komunitet i vogël. Kur thua për shkakun që jam nga Shqipëria, e din ku bie Shqipëria? Jo gjithmonë, shpeshherë duhet t'i sqaroj. Nganjëherë njerëzit më bëjnë pyetje, është afër Armenisë, është afër Algjerisë, por për këtë un kam një përgjigje në alfabet, është afër këtyre vendeve gjeografikisht, është në veri të Greqisë. Me Greqinë kështu e referoj dhe unë, sepse Greqinë e njohin më shumë. Greqia njihet në Australi sepse ka pasur emigracion masiv të grekëve në vitet 70, 60-70. Ka diasporë të madhe aty. Po, Greqia ka një diasporë shumë madhe në Australi, kështu që Greqia njihet dhe për fat të mirë, për fat shumë të mirë, tonin, sepse kemi të gjitha ushqimet e Ballkanit që i sjellin tregtarët grek. Është shkëlqyeshëm në atë drejtim. Po në Brisbane megjithatë jemi komunitet i vogël, por çudi jemi një 3-4 veta që jemi të profesionit urbanistik, arkitekturë, ndërtim. Shqiptar? Po, shqiptar. Po cilët janë të tjerët? Veç ne, do me thënë është universiteti që ju ka tërhequr, janë projektet e përbashkëta që jeni afër? Arsye të ndryshme, njerëzit kanë ardhur për arsye të ndryshme, disa nga këta persona unë njihja që nga Shqipëria në fakt, dhe pastaj u ribashkuam në Australi. Takoheni shpesh, komunikoni me njëri tjetrin? Takohemi me sa kemi mundësi, por duhet të... E shani ose lëvdoni Shqipërinë aty kur jeni bashkë? Edhe e shajmë edhe e lëvdojmë, themi drejtën, tani temi atë që është, por dhe na merr malli shumë, kuptohet. Në komunitetin e shqiptarëve në Australi duhet kuptosh një gjë, që konteksti nuk është si konteksti i Tiranës, që është qytet shumë i dëndur
dhe mund ta lësh shumë kollaj me njerëzit, thua takohemi për një kafe pas gjysmë ore vjen. Kemi aspektin social i kemi fantastik, me thënë të drejtën. Ajo është nga gjërat që besoj dhe juve ju mungon, po edhe të tjerëve. Është nga karakteristikat shumë të mira të Shqipërisë, po në Australi kjo nuk mund të realizohet edhe për shkak të shtrirjes hapësinore të qytetit. Flasim për qytete që janë shumë të shpërhapura në territor, shumë të bazuara te automjetet, kështu që nganjëherë njerëzit e kanë të vështirë, përveç se fundjavës që është e lirë, kanë të vështirë të shkojnë në punë, të kthehen nga puna. Për shkak distancave. Për shkak të distancave dhe pastaj të mendojnë të socializojnë darkë, nuk është aq kollaj. Në qytete si Sydney dhe Melbourne, që janë qytetet nda mega qytete, do thosha se janë 5 milion secili, atje ka komunitete më të mëdha shqiptare, emigracion dhe historik, po edhe tani më i hershëm. Edhe me sa dëgjoj, janë komunitete që janë dhe më të bashkuar, organizohen më shumë për festën e flamurit e me radhë. Fakti që jeton në Australi dhe në qytete që kanë mendësi, hapësira të tjera, atë ka ndikuar në profesion, në ekspertizë, po themi ndërtesat e jashtëzakonshme që ata kanë, hapësirat, mendësia për të pasur këtë diversitet të thuash në mobilitetin apo në mjetet që përdorin. Po, kjo më ka bërë që ta vlerësoj më shumë Tiranën për ato të mirat që ka, të them të drejtën. Se ke para tia ca aspekte negative. Po, qyteti që është shumë i shpërhapur, të gjithë njerëzit në banesa individuale, nuk i dilet, ai nuk është qyteti qëndrueshëm. Në Tiranë kemi dënësi. Dënësia është një aspekt i qytetit qëndrueshëm, sepse ta mundson lëvizjen me biçikletë, që promovova aq parë, lëvizjen me autobus, qofse banesat janë një këtu, një atje, autobusi s'ka se si jetë eficiente. Kupton, të marr një pasagjer këtu, një pasagjer atje, duhet të kesh një masë pasagjerësh që jetojnë bashkë në komunitet. Por në Tiranë them se problemi është që dënësia është te i kaluar. Në këtë pikë vjen një moment që dënësia dhe te i kalohet, duhet një balancë. Duhet dënësia për të mbështetur këto shërbime që po flasim, transportin publik e me radhë, por nuk duhet të jetë dënësia aq e lartë sa të zhduken hapësirat e gjelbra, hapësirat publike. Ajo është balanca që kërkohet. Dorina, në gjithë të intervistë vlerësova jashtëzakonisht modestin tuaj, edhe jeni një kërkuese shkencore me rekorde, edhe me projekte urbanistike, për shkakun keni kontribuar dhe në pedonalen e Shkodrës, në projekte? Jo në pedonalen e Shkodrës, po kam bërë një studim për përdorimin e biçikletave në Shkodrë. Po, pikërisht për këtë. Pra, keni dhe rekorde të punëve edhe të studimeve, por natyrisht në këtë bisedë vlerësova dhe gjën tjetër, lidhjen që ju keni me vendin. Patjetër. Edhe dashurinë dhe pozitivitetin që në këto situata dhe na mungon, me thënë të drejtën. Kemi nevojë edhe të rrethohemi nga njerëz që mendojnë pozitivisht ose shohin aspektin pozitiv, se sigurisht çdo vendimarrje, çdo situatë ka aspekte negative dhe pozitive, por kemi nevojë të rrethohemi nga këto ide. Dhe pyetja ime është, a do vazhdoni kontratën me Queensland University apo në rast se ofertojeni për të kthyer në Shqipëri apo qoftë edhe në Europë mbase? Si e shihni, apo keni një plan afatgjat atje? Ideja e kthimit në Evropë është se supozojmë qeveria shqiptare ju thot, Dorina, për ju kam nevojë dhe për ekspertë të tjerë, ejani, jepni mendimin tuaj si ta bëjmë më të mirë urbanistikën e Tiranës. Po, dhe kjo e shikojmë që po ndodh gjithmonë e më tepër. E shikoj që dhe këto projekte që bëhen tani për diasporën është në një farë kuptimi një pranim nga ana e qeverisë shqiptare që pse të varemi gjithmonë nga këta ekspert kaq të shtrenjtë të huaj, që fundit dhe kontekstin nuk e kuptojnë mirë, pothuajse kur nuk flasin shqip, ndërkohë që kemi diasporën tonë që mund na vi me mendime, tashmë është diasporë pjekur. Kupton, nuk është ajo diaspora. Dhe me përvojë edhe ndërkombëtare dhe pikërisht, nuk është ajo diaspora e krizës fillestare, siç e thash më përpara, tani është diasporë me pretendime që kërkon të arrijë diçka në profesion dhe që është në gjendje që t'i kthejë diçka vendit, se kur ke diasporë në krizë, çfarë mund t'i kthejë diaspora vendit? Ata janë në gjendje traumatike gjithkohën për të sistemuar situatën e tyre personale dhe familjare, të thuash. Pikërisht, kurse tani nuk jemi, është një pjesë e madhe e diasporës që nuk është më në atë fazë, kështu që patjetër që kthimin në Evropë
mos jo përgjithmonë, po me projekte është shumë atraktiv për mua. Është, do me thënë, përgjigja juaj është po, në rast se do të keni ftesa për të qëndruar Patjetër. pavarësisht se sot kufit janë thyer. Po, Sot ti mund të qëndrosh në Shqipëri dhe punon paralelisht dhe në universitetet e Europës. Po, shumë më kollaj. Me Australinë dhe Amerikën është pak më ndryshe për shkak të distancave dhe ndryshimit në kohë, por ne në fakt si shoqëri gjithmonë jemi sy hapur ndaj njerëzve me kapacitet. Dhe kur them si shoqëri, nuk e kam fjalën se ju referojmë këtu institucioneve publike, shtetërore, qeverisë, ato kanë, do vazhdojnë politikat e tyre, ndonjëherë zvaren nga mendimet tona dhe dëshirat tona, por po them si komunitet pedagogësh, kërkuesi shkencor apo komunitet gazetarësh, gjithmonë syt i kemi nga njerëz që kanë pikërisht pjekurinë, ekspertizën, po edhe të qenurit të përullur, modest, për të ndërtuar dhe për të pasur më shumë produkt se sa fjalë, mendoj unë. Po, edhe unë them që ky vlerësim për arsimin ka ekzistuar si traditë shqiptare, është rrënjosur që në kohën e komunizmit, sepse po ta mendosh në kohën e komunizmit, shoqëria ishte pak a shumë e barabartë. Do të thënë kishte diferenca qytet-fshat, po brenda qytetit nuk është se kishte diferenca madhore. Brenda në të njëjtin pallat mund të jetonte drejtori dhe punëtori, siç është ajo komedia e famshme Pallati. Po, megjithatë drejtorët merrnin shtëpitë më të mëdha. Kishin ato frigoriferët. Po. Të tjerë. Kishin diçka apo më shumë. televizorët që kanë qenë dikur. Diçka më shumë mund të kishin, por jo në nivelet e mosbarazisë që ekziston sot, që njëri ka miliona, tjetri nuk ka, mëse ta ngjyej ka fshatën, si themi. Në atë kohë diferencat ishin goxha më të vogla. Dhe ajo që e bonte ndryshimin ishte arsimi. Kështu që them që shqiptarët u edukuan që në atë kohë që ta vlerësonin arsimin e lartë, ti jepte si me thënë peshë në shoqëri. Arsimi dhe them që ajo traditë ka vazhduar të mbetet. Po, është parë mbas edhe si rrugësitja e vetme, për shkak të mbas edhe të mungesës së pasurive trashëguara që ne nuk i kemi pasur, si opsione që ti të zhvillohesh si individ edhe familja jote të zhvillohet. Por nga ana tjetër ka bërë edhe efektin e kundër bumerang, sepse shumica e prindërve dëshironin që fëmijët e tyre të vazhdonin shkollën, edhe pse nuk kanë pasur prirje të caktuara. Edhe kanë shpenzuar shumë. Ato etapat e liberalizimit të universitetit që sigurisht kanë pasur avantazhe dhe dizavantazhe, fatmirësisht shohim një lloj fokusi edhe te arsimi profesional sot, edhe te variante të ndryshme edukimi, që është gjë fantastike me thënë të drejtën. Qoftë edhe të programe 2 vjeçare, apo që ofrojnë njohuritë bazë dhe marrjen e diplomës dhe depërtimin direkt në treg. Dhe kjo hyn shumë te degësi, arkitektura, ndërtimi, urbanistika, dikur kanë ekzistuar shkollat e mesme të ndërtimit për shembull. Këto profesione tash që të bësh tamam profesionist duhet patjetër arsimi universitar, madje dhe arsimi pas universitar. Por nëse dikush do të mbetet në nivelin e të përpunuesit grafik, mjafton shkolla e mesme për këtë, nuk është që duhet patjetër njeriu të bëjë universitet për të arritur deri aty. Kështu që deri në një farë vendi mund të çojë dhe shkolla e mesme dhe një firmë arkitekturë urbanistike ka nevojë për gjithë atë diapazonin e profesioneve. Njëri mund të jetë arkitekt me diplomë ose urbanist që merret me vizione të tjera, po njëri mund të merret me punë më të thjeshta, me aspekte më praktike, anagrafike, dhe për atë mund të mjaftoj dhe një shkollë mesme, nuk është të thonë. Jam e bindur që po na dëgjojnë dhe të rinj, mund të ketë ndonjë të ri që do të bëhet urbanist në të ardhmen. A ka shkolla që do t'i sugjerojë, do t'u këshillojë këtyre të rinjve që janë të mira, qoftë edhe në Europë? Në Europë një vend. Se mbas edhe Australia mund të jetë një opsion. Australia është patjetër një opsion, vetëm se është shumë larg, po ekzistojnë urbanistika është profesion i pjekur atje. Është shkollat janë të akredituara, ka shumë universitete. Për shembull Queensland University, çfarë departamenti specifik ka? Ne quhemi shkolla e arkitekturës, dizajnit dhe urbanistikës, ose planifikimit. Domethënë janë të tre degët në një shkollë. Ka shkolla që janë vetëm urbanistike, por kjo është e rrallë në Australi, se programet e urbanistikës janë zakonisht të vogla, kështu që janë kombinuara me ndonjë degë tjetër. Në Shqipëri ka shumë universitete që ofrojnë arkitekturë urbanistik, për këtë
studentët mund të kërkojnë vetë online, si në shtet ofrohet, po ka disa universitete po. Universitete private. Nuk është si dega ekonomiku që ofrohet nga çdo universitet pothuajse, por ekziston ofertë në treg. Por në Evropë do thosha që nga universitetet ose jo nga universitetet, do thosha në përgjithësi si vend Hollanda mbahet për urbanistik, sepse jo vetëm universitetet janë të mira, po dhe urbanistika në terren është shumë e avancuar. Është nga vendet që ka urbanistik shumë të avancuar, kështu që janë të lidhura të dyja. Si arsimi është shumë i mirë, si praktika e urbanistikës është shumë e mirë. Ka nevojë edhe për atë hapësirën fizike që degat marrin zhvillim apo jo? Po. Unë kam punuar një kohë në TU Delft, Universiteti Teknik i Delftit, ai mbahet për universitet shumë të mirë teknik që ofron arkitekturë urbanistik. Një tjetër universitet shumë i mirë është ETH në Zürich, që është Gjerman folës, pastaj ka edhe ekuivalenti në Lausanne, që është frëngjisht folës, dhe pastaj ekzistojnë shkollat e Anglisë në universitete si Cambridge, ka një degë që është diçka e ngjashme me urbanistikën, Oxfordi ka më shumë planifikim transporti, jo urbanistik të pastër, po këto janë disa nga opsionet top. Po nuk është e thënë se studentët duhet kërkojnë patjetër opsionin më të avancuar. Ka shumë universitete që ofrojnë urbanistik, degë urbanistike dhe ofrojnë një diplomë që është më se suksesshme në treg. Tani që shikoni fushën tuaj nga jashtë Shqipërie, edhe me përvojën që u përmendët që e keni formsuar e brendsuar, si ju duket zhvillimi, po them në Shqipëri, a është në I universiteteve? Universiteteve, i profesoratit, i ekspertëve. Po, si që tash më përpara, nga ana e mësimdhënies nuk besoj se Shqipërisi mungon shumë. Ana e mësimdhënies më duket më se okay, dhe me çfarë shikoj, jo gjithë pedagogët, po shumë pedagogë kanë eksperienca në vende të tjera, që është gjë shumë e mirë, sepse nëse ke një grup pedagogësh, njëri e zëm ka studiuar diçka në Gjermani, njëri ka qenë në Angli, tjetri ka qenë në Spanjë, gjithë këto eksperienca përballen me njëra tjetrën edhe del një produkt interesant, mix, një lloj remixi brenda fakultetit. Aty ku çalojnë degët e urbanistikës si dhe në përgjithësi sektori universitar shqiptar, është kërkimi shkencor, aty duhet të forcohemi. Dhe urbanistika, ndryshe nga arkitektura, të ofron shumë mundësi për kërkim shkencor. Arkitektura është diçka më e limituar, se merret më tepër me anën e dizajnit, më pak kërkim shkencor, kurse urbanistika në një farë kuptimi është shkencë sociale. Kështu që për shumë për ta mbyllur aty tek qendra ku vlerësuam faktin që është kthyer për qytetarët, çfarë studimi shkencor mund të bëjmë? Studimi shkencor, mund të flas për studimin shkencor që kam bërë unë vetë. Unë kam studiuar diskursin e partive të ndryshme politike për 10 vjet me radhë, se si e debatuan problemin, si e donin qendrën, dhe bazuar kjo në raportet e shtypit. Kështu e kam studiuar, se si u bë kjo një moll sherri politik, një diçka që duhet ishte shumë e thjeshtë, një problem shumë i thjeshtë teknik, dhe fundja fundit ishte një qendër që po e kthenim siç kishte qenë pa makina. Deri në vitet 80 aty kalonin shumë pak makina, ishte qendër pothuajse këmbësore. Kështu që thjesht për ta kthyer siç ishte shumë, domethënë jam shumë e lumtur që qendra u bë këmbësore, por debati them se ishte i tepruar. Po sot a mund të pyesim kalimtarët, përdoruesit, për të parë efektin, sepse po patjetër mund pyeten, ai është një kënd tjetër studimor, përdoruesit sa shpesh e vizitojnë qendrën, çfarë perceptimi ose si e shohin, çfarë i tërheq. Kjo do ishte, në fakt ky do ishte një studim shumë e vlerë për ata tregtarët që përmendëm përpara. Ju thatë që do ishin kundër. Do ishin kundër apo jo? Këtë nuk e di më, se nuk është se janë shprehur, nuk është se ka qenë diskutim nëse do kthej edhe pjesa tjetër në pedonale? Sikur nuk ka qenë në diskutim. Është hedhur si ide, po më tepër në rrethet urbanistike. Kemi arritur në ato debatet s'ka arritur në debat publik. Të debatit publik. S'ka arritur në hapësira publike. Urbanistët mes tyre them
them se kanë diskutojnë, diskutuar po. me njëri tjetrin, po s'ka arritur të bëhet temë publike ende. Shpresoj që ata që na dëgjojnë mbase do e kthejnë në temë publike dhe këtë. Kaluam bashkë sa minuta të mira, ne ju urojmë rrugë të mbar në Australi, niseni? Nisem në mes të dhjetorit. Kështu që do të qëndroni ca ditë në Shqipëri dhe do të shijoni aspektin social. Po. Edhe shumë aspekte të tjera të mira. Ushqimin e mesdheut. Ushqimi, po. Unë mendoj që na ka hedhur Zoti natyra në një pikë shumë strategjike, edhe kur e shikon dhe hartën e Shqipërisë. Nuk e di nëse e meritojmë apo po bëjmë patjetër dhe apo bëjmë atë që duhet bëjmë për ta bërë më të mirë këtë vend. Ajo po, nuk është që po marrim totalisht avantazh nga kjo situatë mirë që ndodhemi, këto dhurata që na ka bërë natyra, por patjetër që shqiptarët meritojnë çdo të mirë. Faleminderit shumë Dorina. Faleminderit shumë. Faleminderit.